Tani ne jemi rregull, sot është ente, kemi sritë sot edhe nesër, pas nesër pastaj është në desh, gjithë është rregull. Nuk kemi asnjë problem, qunat është gati, atmosfera është mirë, por si gjithmonë fusha do t'rregojë gjitha. Si shikohet kundërshtar Teuta? Teuta për mua është një skuadër shumë e mirë, edhe kemi shumë respekt për Teuta, sepse Teuta deri tani nuk ka asnjë humb, ka shumë cilësi brenda skuadra, sepse ka shumë lojtar me eksperiencë. Shumica i di kampionati shqiptar, kjo është një avantazh për Teuta, kemi shumë respekt, por nga ana tjetër ne jemi si gjithmonë, mendoj si do luajm futboll, si do fitojmë në fushë bashkë me tifoza, edhe kemi një mendim pozitiv, edhe një besim do fitojmë në desh. Si shikohet sulmi? Po deri tani ne jemi rregull në faza sulmus, por unë shikoj skuadra si grup, do më tonë kemi ekuilibër edhe nga faza sulmus edhe nga faza më mbrojtës, do më tonë kemi shumë ekuilibër edhe jam shumë të kënaqur edhe nga sulmusat edhe nga më mbrojtës.